nuk ka pare në qarkullim shumë, i ke 800 milion euro të shtetit, të cilat bëhen në Bankën Qendrore të Kosovës, ka pas kredi 5.000 euro me normë interesi 9.9%. A ka bloku që kjo Tash kjo çështja e buxhetit Kosovën ekonomikisht, se dje ki kontakt me një. Jo, mendoj që ekonomikisht më shumë e ka bloku qasja e lëvizjes vendosje. Tash po folin në aspektin ekonomik klasik që nuk i ki shpenzimet të cilat duhet me i pas. Dikun rreth ju mund të shikoni vetëm normat e interesit të cilat i ke të bankave që sot për shembull për kredi konsumuese i kanë dalë. Jo në rit shumë ka pas hiç më larg, po përmeni banka se s'po du me thonë që njëna apo tjetra. Por ka pas kredi 5.000 euro me normë interesi 9.9%. Kredit investive të bizneseve që janë 5 vjeçare janë të shku në norma interesi 7 deri në 7.5, që është normë goxha e naltë. Kjo tregon që ka pas mungesë të depozitave, mungesë të likuiditetit të bankave, përderisa ka pas kërkesë të madhe për kredi. Dhe kur ka kërkesë të madhe, të vit shkon të rrit çmimin. Derisa për shembull interesat në depozita për mia fatvizu kanë mri 4.5%, që është kosto reale për bankën. Kjo do të thotë që nuk ka pare në qarkullim shumë, e në anën tjetër i ke 800 milion euro të shtetit, të cilat bëhen në Bankën Qendrore të Kosovës dhe nuk janë për banka që të mund të japin për depozita. Pse kanë bëu këto? Pse ato vazhdojnë me atë që nuk i shpenzojnë përveç kur i japin ka 100 euro që 20 milion, 25 milion, të cilat janë 100 euro që shumica shkojnë në import për shkak se janë konsumuese. Kur t'i jap një student 100 euro, ai me ato s'kam ishtinë në biznes me investu. Po është 100 euro të cilat kam i përdorur në dyqan, e në dyqan shumica e gjanave më shumë janë të importuara se sa janë në dorë dhe kjo nuk e ka efektin e dur. Pra,